Hashim tha që e dëmtoj ta them unë. E dëmtoj absolutisht. Për arsye se Sali Berisha asnjëherë nuk ka qenë kundër tyre, përkundrazi Sali Berisha gjithmonë ka qenë pro. Në çdo rast. Po. Nga viti 91, gjerë që e kam dorëzuar, unë kam mbështetur në qindra qendrime dhe vendime dhe arena Kosovën dhe vazhdoj ta mbështes pak me mundësinë më të madhe që kam. Dalmi përsëri te Kosova, po deshta këtu kur jemi te kryeministri Edi Rama, shpesh herë e kanë akuzuar dhe shumë të tjerë që e përmendin kryeministri Rama, e përmendin edhe drogën. Shpesh herë kanë thonë njerëz që jo ky qen ka i droguar ashtu, a ka ndonjë diçka të vërtetë doktor lidhje me këtë? Rëndom flitet se e përdor rregullisht. Një gjë është po drogë, kokainën. Një gjë është e sigurt që nuk pranoj kurrësi të vendosim në ligjin e dekriminalizimit testin e drogës. Nuk e pranoj, e refuzoj në mënyrë kategorike. Kjo nuk i dha votat. Kish më shku më të lëk dytë marketimit dhe shmi këthy në pjesën e fundit shumë shkurt.